Në këtë edicion do të ndihni. Moti Lig dhe shiu i rrëmbyeshëm shkaktojnë dëme të konsiderueshme në disa fshatra të Gjakovës. Nga sot një zbatimi vendimit për rritjen e pagës minimale në 500 euro bruto. Kino Hyrje Hana sjell premierën Minions këtë të premtë në orën 18:30. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Shirat e rrëmbyeshëm dhe erërat e forta kanë shkaktuar dëme materiale në disa fshatra të komunës së Gjakovës. Ekipi ynë sot ka vizituar fshatin Sërmjan, ku komuniteti kësaj zone krahas dëmeve materiale sot kishte mbetur edhe pa energji elektrike. I shoqëruar me erëra të fuqishme dhe stuhi të mëdha, Moti i Lig përfshiu pas ditën e njeshme rajonin e Rekës së Mirë dhe disa fshatra të Dushkajës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Ekipi i televizionit Syri, i cili ishte në terren që nga dita e djeshme, ka vizituar edhe sot zonat e prekura. Gjatë qëndrimit në fshatin Sërmjan, banorët kanë raportuar dëme të shumta, ndërsa një prej tyre ishte dëmtimi i kulmit të minarës së xhamisë së fshatit, i cili përbënte rrezik për banorët. Përveç objektit fetar, stuhia ka dëmtuar kulme të shtëpive, fermave dhe objekteve të tjera. Si pasojë e Motit të Lig, kjo zonë vazhdon të mbetet pa furnizim me energji elektrike. Dëmet të mëdha janë shkaktuar edhe në sektorin e bujqësisë, ku sipërfaqet e mbjella dhe kultura të ndryshme janë goditur nga era dhe breshëri. Për situatën dhe pasojët e stuhisë ka folur edhe banori Bashkim Kokalla. Pas ditë e djeshme ka pas tu, o kon kiamet. Që këtu mas ditë o kon ora, kjo është shpejt. Shi, breshën, prim, që shka ka bo domët, jo veç këtu, po dhe këtu shpjerë kajtë për rreth. Ka bo domët, as ka pas kush ka mirë bo. Mu për vetë 30 metra për zdomi ka gjytë, ishë për shëni dhe vetë, 90 metra ka mera. Këtë shpinë tu, këtë kullin ja ka hek. Tu shpjerë kënej, a gjashe, qënine, rrushi, bëjësia, edhe kjo gati që të nej o shatru krejtë. Ta e shuem edhe vetë, rrushi për një 70% ka dëmtu. Përveç Sërmjanit, nga Moti i Lig janë prekur edhe fshatra Dobrigj, Firaj, Novosele e Epërme, Novosele Ullët, si dhe fshatra të tjera për rreth. Banorët kërkojnë ndërhyrje të shpejt nga institucionet për vlerësimin e dëmeve dhe mbështetje për rikupërimin e pasojave të shkaktuara nga stuhia. Nga 425 euro sa ishte, sot zyrtarisht ka hyrë në fuqi rritja pagës minimale në Kosovë në vlerë prej 500 euro bruto në muaj. Nga kjo rritje përfitojnë rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat, mirë po nga sindikata pavarur punëtorëve të sektorit privat, vlerësojnë se kjo nuk është në rritjet e mjaftueshme. Sot në Kosovë ka hyrë në fuqi faza e dytë e rritjes së pagës minimale, e cila tashmë arrin në 500 euro bruto dhe prek rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat. Për të kuptuar se si u prit ky vendim nga sindikata pavarur e sektorit privat të Kosovës dhe nëse kjo shumë është mjaftueshme për përballimin e shpenzimeve mujore, në një lidhje virtuale ka folur kryetari i sindikatës Jusuf Azemi. Paga minimale nuk është marrë me pëlqimin e sindikatës sektorit privat Kosovës, sepse në 1 janar 2026 ne kemi propozuar që si për fillim, ose edhe për vitin 2026 paga minimale të jetë 600 euro. Kështu që një farëforme nuk është marrë parasysh kërkesa jonë, dhe na takim kur kemi qenë jemi marrë veç që paga minimale që nga 1 janari të hyjë në fuqi me 500 euro dhe edhe kjo nuk është bë. Dhe tani po themi përpos asaj që shifra ndryshon, 425 në 500, është diçka që është për të vlerësuar, por megjithatë nuk i mbulon as kërkesat minimale të një familje, po themi 4 anëtarësh, sipas rregullave ndërkombëtare lidhur me këtë pagë. Kryetari Azemi tha se sindikata pritet të monitorojë zbatimin e këtij vendimi. Ne kemi edhe listat të cilat i kemi përcjell tek inspektorati i punës, por kemi edhe listat të cilat i kemi përcjell në gjykatë për mos respektimin e pagës minimale. Domethënë po të ta bëjmë në të njëjtin veprim,
sepse i kemi shkresat e protokolluara për gjitha kompanitë që nuk i kanë respektuar pagën minimale nga 425 euro, ne i kemi drejtuar tek Inspektorati i Punës dhe Inspektorati i Punës një pjesë bukur të madhe të këtyre kompanive i kanë vizituar, por neve nuk na kanë kthyer ende raport zyrtar, po do të veprohet e njëjtë. Faktikisht duhet ta kenë të qartë gjitha kompanitë që edhe nëse mund të shkojë 1 muaj, 2 muaj, më të madh, ne prap do të kërkojmë përmes gjykatës që këto mjete duhet na jipen, sepse është vendimi i qeverisë Kosovës dhe më mirë është që nga dita e parë të respektohet ky vendim. Ndërkohë, kryeministri në detyrë Albin Kurti, në një postim të publikuar sot në rrjetet sociale, e ka cilësuar rritjen e pagës minimale si rritjen më të madhe të dekadave të fundit në vend. Premiera e filmit Minions shfaqet këtë të premtë nga ora 18:30 në Kino Hyriehana. Për ta nisur fundjavën më të qeshura dhe shumë energji, filmdashësit do të kenë mundësi të shijojnë një mbrëmje me plot surpriza. Për të gjithë adhuruesit e filmit të atmosferës magjike të ekranit të madh, Kino Hyriehana sjell këtë të premte një super premier. Personazhet më simpatik, më të çmendur dhe më të dashur për të gjithë ne, po rikthehen. Filmi Minions zbarkon zyrtarisht në qytetin ton për të dhuruar të qeshura dhe aventura pafund. Por kjo natë nuk do të jetë thjesht një shfaqje e zakonshme. Kino Hyriehana ka menduar që këtë premier ta kthejë në një ngjarje të paharrueshme për të gjithë audiencën. Për surprizat që do ta shoqërojnë këtë premier, flet Donjeta Bobi, menaxhere e marketingut në Kino Hyriehana. Kino Hyriehana edhe këtë javë ka përkushtuar fëmijëve me një organizim të veçantë për filmin Minions, këtë të premte me 3 korrek. Nga ora 17:30 kemi eventin për fëmijë me maskota, muzikë dhe face painting, ku ka me qenë atmosferë shumë e mirë, ndërsa premiera filmi do të jetë nga ora 18:30. Ju ftoj të gjithë fëmijëve mos me hezitu me u kënaqë së bashku. Për ta nisur fundjavën më të qeshura dhe shumë energji, premiera shfaqet këtë të premte në orën 18:30 në Kino Hyriehana. Nga sot një zbatimi i memorandumit të bashkëpunimit mes Policisë së Kosovës dhe Shqipërisë, ku patrullat e njësive rajonale të Kosovës do të patrullojnë në vendet të ndryshme, së bashku me trafikun e Shqipërisë. Në linjën e bashkëpunimit edhe zyrtarët policor nga Gjakova do të gjenden në kryet e detyrës në 2 periudha të caktuara. Ka nisur zyrtarisht patrullime të përbashkëta mes Policisë së Kosovës dhe Policisë së Shtetit Shqiptar në territorin e Republikës së Shqipërisë në kuadër të memorandumit të bashkëpunimit për rritjen e sigurisë rrugore gjatë sezonit veror. Sipas kapitenit Albin Sahaqia, zbatimi i këtij operacioni të përbashkët do të zgjas nga 1 korriku deri më 29 gusht 2026, me angazhimin e njësive rajonale dhe autostradës së trafikut rrugor nga e gjithë Kosova. Edhe zyrtarët policor nga rajoni i Gjakovës do të jenë pjesë të këtij bashkëpunimi. Kapiten Sahaqia përmes një përgjigje me shkrim i ka pohuar mediumit ton se për rajonin e Gjakovës, patrullimet të përbashkëta me Policinë e Shtetit Shqiptar do të realizohen në 2 periudha, nga 11 deri më 20 korrik dhe nga 10 deri më 19 gusht. Ndërkohë autoritetet të bëjnë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të shtojnë kujdesin gjatë udhëtimeve, me qëllim rritjen e sigurisë për të gjithë qytetarët. Personat që kanë probleme kardiovaskulare duhet të jenë shumë të kujdesshëm gjatë ditëve me diell. Kardiologu Luan Pazhari, duke folur për kujdesin ndaj shëndetit të zemrës gjatë sinës së verës, ka apeluar që të gjithë personat që kanë probleme të natyrës kardiologjike t'i shmangen sa më shumë ekspozimit në diell. Vala të nxehtë që ka përfshirë vendin, po shoqërohet me rreziqe të shtuara për shëndetin, sidomos për ata që vuajnë nga sëmundjet e zemrës. Kardiologu Dr. Luan Pazhari ka folur për pacientët të cilët kanë probleme kardiovaskulare dhe janë më të rrezikuar nga temperaturat e larta. Pacientët me probleme kardiovaskulare, në grupin e pacientëve të cilët kanë më rrezikshmëri më të lartë janë ata të cilët kanë dhimbje anginoze, të thotë dhimbje gjoksi, të cilat në raste të tilla
i përkeqësohet, sepse ka një disbalans mes nevojës të organizmit për furnizim me oksigjen, të thotë edhe mundësisë prej asaj që e jep zemra si furnitor i organizmit me gjak. E dyta është pacientët të cilët kanë probleme me pamëftueshmëri të zemrës. Ata pacientë për shkak të temperaturave të larta kemi ulje të lëngjeve, të cilat në këtë rast provokojnë disbalans elektrolitik, do të thotë disa prej faktorëve elektrolitik më të rëndësishëm, ku në këtë rast posaçërisht përmendim kaliumin, mund të provokojë probleme të cilat shoqërohen me çrregullime të ritmit të zemrës. E si të përballohen sa më lehtë ditët me temperatura të larta nga personat me sëmundje të zemrës, doktori jep disa këshilla. Pacientët të kuptojnë që në qoftë se ata i nënshtrohen ose i ekspozohen diellit temperaturave të larta, ti përmban, do thonë pirjes së lëngjeve në sasi sa më të madhe, të shmangin aktiviteteve në to kohra, do të thotë prej orës 11 deri në orën 5, që të qëndrojnë në temperatura të cilat faktikisht janë të përballueshme për organizmin tonë, diku të 24-25 gradë Celsius, e jo të ato ka 40, sepse do të thotë patjetër që do të psojnë me probleme të cilat edhe më herët i përmendëm. Në fund, kardiologu Pazhari apeloi që për çdo simptom të shfaqur, pacientët të drejtohen menjëherë te profesionistët e fushës. Ai gjithashtu i mirëpret qytetarit për këshilla dhe vizita në spital gjatë orarit të paraditës nga ora 8 deri në orën 14. Një mbrëmje veçantë muzikore i pret nesër adhuruesit të muzikës korale. Në sallën koncertiale të shkollës së muzikës Prenk Jakova në Gjakov, nesër mbrëma nga ora 20, para publikut prezantohet kori Vox Singers, me vepra të zgjedhura nga kompozitorët të muzikës korale botërore dhe shqiptare. Veprën Bie Lodra nga kompozitori shqiptar Milto Vaku ishin duke ushtruar. E provën finalet e kësaj dhe veprave tjera, kori Vox Singers do ta ketë në koncertin koral pa shoqërim instrumental, për të cilin na tregoi dirigjenti Kasriat Sada. Këtë ekip, për herë të parë po bëjmë një koncert të tillë me ish nxënësit të shkollës sonë, që jam jashtëzakonisht i kënaqur dhe krenar me punën të cilën ata kanë treguar dhe këto ditë, edhe me punën të cilën e kanë treguar dhe kur ishin nxënës të shkollave, tashmë janë studentë të fakultetit në bachelor apo në master, dhe puna po shkon jashtëzakonisht mirë. Unë jam shumë i kënaqur me punën e përbashkët të cilët ne po e bëjmë. Ka javë që jemi formuar si kor, pra ky kor quhet kori Vox Singers, që po debuton për herë të parë nesër e 8, një koncert i tillë do të shfaqet në hollin e shkollës së muzikës Prenk Jakova në Gjakov, në fillim në orën 20. Sada tregoi po ashtu edhe rreth veprave që do të interpretohen në këtë koncert. Bie fjala vepra Super Flumina Babilonis, që është një ndër kryeveprat e botërore të këndimit koral dhe të themi një ndër veprat apo periudhat më sfiduese të këndimit koral, vepra kompozitorit Giovanni Pierluigi Sanato da Palestrina, pastaj për shembull bie fjala veprën Ave Verum Corpus nga kompozitori po ashtu i kësaj periudhe William Byrd, madje do të këndojmë një vepër pak më moderne të kompozitorit norvegjez Ola Halo, veprën Northern Lights, pastaj do të interpretojmë veprat kompozitorëve shqiptar Estat Rezanolli, për shembull Mjedis Ballit, kompozitorit Farid Beqiri Mjedis Ballit, me Akenje Pik, bie Lodra nga kompozitori Milto Vaku. Në këtë organizim, përveç të interesuarve, të pranishëm do të jenë edhe 3 profesorë të Fakultetit të Muzikës nga Maqedonia, të cilët do të ndajnë kritikat dhe këshillat rreth kësaj performance. Handballistët e vllazërimit bashkë me handballistët e Shqiponjës do të garojnë në Kupën Evropiane, duke synuar një përfaqësim më të mirë në arenën ndërkombëtare. Ky angazhim edhe pse po shihet sfidues, në të njëjtën kohë është edhe një sukses për sportin e qytetit të Gjakovës. Handballistët e vllazërimit do të shkelin për të dytën herë në arenën ndërkombëtare në kuadër të kompeticionit të Kupës Evropiane. E për këtë arritje, udhëheci i klubit tha se është kryer një punë mjaft e madhe. Pas një sezone me vështirësitë e veta, kryesisht financiare, dhe me mirë kuptimin e lojtarëve dhe stafit teknik, kena arritë që me u rendit 4 në tabel, që pas kthimit në elitë të handbollit të Kosovës, për ne ka qenë rezultat shumë i mirë. Vendi 4
na shpihen drejt gorave ndërkombëtare. Ne si klub punën tonë edhe obligimin, si më thonë qytetar, e kemi kry me lojtar 100% nga qyteti i Gjakovës. Gjakovarët përveç këtij suksesi arritën që të plasohen edhe në katërshin e play-offit, suksese këto që u arritën mes vështirësive të mëdha. Ne kemi nevojë edhe për ndihmën e bizneseve të qytetit, e njëkohësisht edhe komunës Gjakovës. Pa ndihmën e tyre, pa mbështetjen financiare, na mujmë me marr pjesë në gara ndërkombëtare, po suksesi ka më mungu, sepse ne du të më bazu vetëm lojtarët tonë që i kemi, cilët du të me cek kanë lujt pa asnjë pagesë për këtë kampionatin. Klubi i handbollit Vllaznimit i ka zhvillu për afërsisht 40 ndeshje me ekipën e seniorëve dhe mbi 80 ndeshje me gjitha kategoritë tjera. Klubi i handbollit Vllaznimi së bashku me klubin handbollistik të femrave Shqiponia do të karojë në Kupën Evropiane, duke synuar përfaqësim dinjitos të klubit dhe qytetit të Gjakovës në mesin e 7 skuadrave kosovare. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në VM. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titut kryesor të këtij edicioni. Moti lig dhe shiu i rrëmbyrshëm shkaktojnë dëme të konsiderueshme në disa fshatra të Gjakovës. Nga sot një zbatimi vendimit për rritjen e pagës minimale në 500 euro bruto. Kino Hyrje Hana sjell premierën Minions këtë të premtë në orën 18:30. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.